Rreth 25 milion euro investuan për një incenerator në Elbasan. U bën shumë deklarata, shumë betejë. Gjithçka ka filluar në dhjetor të vitit 2014, kur qeveria shqiptare gjoja në emër të një koncensioni që në fakt ishte një investim 4 vjeçar për ndërtimin e një inceneratori në fushën e mbetjeve të Elbasanit. Elbasani e ka pasur gjithmonë një gangren ndotjen e mjedisit, edhe për shkak të metalurgjikut, por tashmë ishin plehrat që ishin kthyer në një shqetësim të madh. Një projekt që merret nga një kompani me 0 lek, fantazmë që lind nga hiçi. Për të gjithë ata që nuk e dinë, kompania fituese e një investimi prej 24 milion eurosh të shtrirë në 4 vite kishte 0 lek. Krijohet kompania Alptek me administratore dhe pronare shtetasen Stella Gugallia, bashkëjetuesja dhe nëna e fëmijëve të famozit Mirel Mërtiri, trurit dhe kryeskenaristit të inceneratorëve që nuk punojnë dhe nuk ekzistojnë. Pas saj, fshihet jo vetëm Mirel Mërtiri, Klodian Zoto, por me akuzat të shumta ka qenë edhe zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj dhe ish-ministri Damian Gjiknuri. Të dy kanë qenë në poste mjaft të rëndësishme kur është ndërtuar inceneratori i Elbasanit. S'pak ka bërë hetime. Ka marrë si të akuzuar ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka, i cili është dënuar për korrupsion dhe shpërdorim detyre në lidhje me inceneratorin e Elbasanit. Por flakët e sotme, përtej zyrtarëve, ministrave të akuzuar, të fajshëm e të pafajshëm, na tregojnë se çfarë ka qenë një krim, një vjedhje, një hajdutëri në një projekt të keq menaxhuar, të keq përdorur. Mund të quhet një mashtrim që i është bërë shtetit, sepse sot, 11 vite pas firmosjes së kontratës, në Elbasan plehrat digjen ende. Çdo justifikim që jepet, jo po atje ndodhet inceneratori, po kemi bërë një shaa, po duhet vënë në punë, po nuk ndizet se nuk punon impakti elektrik, po ka defekt kjo, po ka remont. Këto janë thjesht dhe vetëm gënjeshtra. Elbasani kishte male me plehra, edhe sot ka male me plehra. Sot në Elbasan, plehrat po digjen sërish. A ka mundësi të mbaj dikush përgjegjësi për këtë fakt përtej personave nga ajat e zhëja, zyrtarucët e vegjël, sepse problemi nuk fillon e mbaron tek Elbasani. Në një katastrofë mjedisore po shkon edhe Tirana. Në Fier nuk ka përfunduar inceneratori. A mundet kjo qeveri, ky shtet, të bëhet i përgjegjshëm, të shkojë dhe të investojë ato para që duhen në Elbasan dhe ta vendosë në puna të incenerator, apo ta hedhë në erë dhe të bëjë një landfill që të mos digjen më plehrat në Elbasan? Të shkojë në Fier, të investojë dhe ta përfundojë atë incenerator, ta marrë në dorëzim, ta investoj. A të shkoj në Tiranë me nxitim dhe ta ndërtoj vetë atë inceneratorin që mungon e që duhet, ato para që kanë ikur. Shteti duhet të luftoj t'i kthej. Duhet të marrë përgjegjësi t'i fusë në burg, t'u sekuestroj pasuritë dhe gjithçka tjetër që kanë. Mirel Mërtirin dhe Klodian Zoton e të tjerë me radhë. Por më e rëndë është plaga mjedisore që ekziston sot dhe flaka e tymi e Elbasanit u lërasin. Pas 11 vitesh, asgjë nuk është zgjidhur dhe është edhe më keq se më parë. Ky është thelbi i inceneratorëve përtej hajdutërisë dhe makutërisë së disa mashtruesve, hajdutëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre në pushtet e media.